Atëherë, e para duhet saktësuar që letra e kancelarit Merz ka patur si prioritet kryesor adresimin e çështjes së Ukrainës. Pra Ukraina edhe nga përmasa territoriale, popullsisë, pesha ekonomike etj. Ka një tjetër peshë specifike krahasuar me Ballkanin Perëndimor. Kjo do thotë që shqetësimi kryesor i kancelarit dhe ekipit të tij në Berlin është ky dinozaur i madh ekonomik por edhe territorial që është Ukraina. Ka propozuar në fakt në letrën e tij që është një tashmë e dërguar dhe Komisioni Evropian ka konfirmuar që e ka marrë dhe ka nisur ndërtimin e skenarëve të mundshëm, ka propozuar një afrimitet më të madh ekonomik mes Ukrainës, do të dalë dhe pak më vonë tek Ballkani Perëndimor patjetër dhe tek Shqipëria. Pra, fokusi kryesor është një ndërlidhje më e fortë ekonomike mes Ukrainës dhe Bashkimit Evropian, e cila thot me fjalë të tjera futjen e Ukrainës në tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian pa qenë pjesë e BE-s formalisht. Kjo do thotë që produktet e prodhuara nga Ukraina, e sidomos produktet bujqësore, ku Ukraina duhet thënë është superfuqi në Europën lindore, do të mund të hyjnë në tregun e përbashkët europian pa taksa, pa tatime dhe pa kontrolle doganore. Sigurisht kjo është një propozim, kjo nuk do të ndodhë nesër. Mesazhi i fshehtë në letrën e kancelarit Merz, me sa unë e kuptoj, është fakti që antarësimi i Ukrainës duhet të jetë jashtëzakonisht shumë larg. Pra antarësimi formal i Ukrainës në Bashkimin Evropian do të jetë shumë larg dhe me shumë gjas. Ky është një mekanizëm i ndërmjetëm, një asocim, sikurse e quan kancelari në letrën e tij, mes Bashkimit Evropian dhe Ukrainës. Pra, brenda dhomës,